Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Po lusim së bashku me ju lutjen e mëngjesit. Sot Kisha Katolike përkujton Shën Barnabën Apostull. Psalmet dhe kënga janë të ditës përkatës në psalter e shton java e dytë, ndërsa pjesët e tjera janë të shenjtit dhe nga përbashkorja e apostujve. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Kremtojmë trofenë e ndritshëm të Barnabës, ku me kurori lartë i ndrin për merita, për dashuri të Krishtit, duke vuajtur tortura tepër të rënda. Heq dorë nga toka, e zemër gjërë nxiton, i zjarrt me fe e me punë vetmohuese, që turma re me emër të Jezu Krishtit të lullsoj e gëzueshme. Me qejf pranon, kërkon dhe i drejtohet palit të madh, për punë më të shoqërohet. Me pëlqim të shpirtit, besnik duke përshkuar bregdete të shumta. Nuk mban asgjë për vete dhe i flak për Krishtin, ja vlen gjithkujt i mirë, ushqen të tjerët, deri që je proven palma e kuqremt nga gjaku i derdhur. Na jep o Zot me lutje të këtij shërptori, të fortë të ndjekim udhën e shpëtimit, që në shtëpi të mshueshme të këndojmë së bashku këngë lavdije. Amen. Antifona e parë. Dashurinë tënde e shpallim në mëngjes, e gjatë natës besnikrinë tënde. Psalmi 92. Lavdi hyjit krijues. Kush mbetet në muaj e unë të, a i jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund të bëni asgjë, thot Krishti tek Gjoni Ungjilltar kapitulli 15 rreshti 5. Është punë e mirë të lavdërosh Zotin. Ti këndohet emri tënd, o Zot i të tejt lartë. Të shpallim dashurinë në mëngjes, e gjatë natës besnikrinë tënde, me harp 10 kordash e me lirë, me këngë për sjell me cetër. Se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, sa të thella mendimet e tua. Njeriu i pamend nuk i di, dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në bifshin më kataret, por si bari, e në lullzofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për të bjerje të pasosur. Vetëm ti je i tejt lartë, për amshim, o Zot. Sepse që o Zot armiqtë e tu, sepse që o Zot armiqtë e tu do të biren, do të shpërndahen të gjithë keqbërësit. Ti marrite fuqin, por si të boallit, më shukurove me më të pastrin vaj. Prej se larti i shikon syri im ata që më urrejnë, veshët e mi pa tronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi. I drejti lullzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lullzojnë në banesat e hyjit ton. Japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthëndest e plot shëndet, për të shpallur se Zoti është i drejtë. Qeta ime në të cilën nuk ka të meta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dashurinë tënde e shpallim në mëngjes, e gjatë natës besnikrinë tënde.
Antifona e dytë. Dua ta shpall emrin e Zotit, lavdërojeni hyjin ton. Këngë nga ligji i Përtrir, kapitulli 32, rreshtat 1 deri në 12. Mirësitë e hyjit për popullin e tij. Sa herë desha t'i bashkoj fëmijët e tu, sikur se kloçka i bashkon zogjtë e vet nën krah. Thot Krishti te Mateu Ungjilltar, kapitulli 23, rreshti i 37. Dëgjo qiell se dua të flas. Dëgjo tokë, fjalët e gojës sime, Mësimi im le të rrjedh si shiu, si vesa të më rigoj biseda, si pikrina për mbi bar. si shtrëngata mbi livadh. Të Zotit emrin do të lëvdoj. Lartësoni hyjin ton, I qetë është ai në vepra i përsosur. udhët e tij janë drejtësi. Hy besnik pas një të keqe. Krejt i drejt i pat të met, Kundër ti më katuan të poshtrit. bami i mbrapsht e plot marrëzir, E kështu po ja kthen Zotit. kombi marr e i pakrip, As është ai vallë baba yt. që të dha jetën e në jetën ban, Të bie në mend korat e lashta. të dë bie në mend breznit e shkuara, Pyete babën tënd e do të tregoj. të parët e tu e do të kallzojnë, Kur Zoti popujt i ndau, kur i ndau bijtë e Adamit, kufit popujve u caktoi. si pas numrit të Izraelitve, Pronë e Zotit u bë populli i tij. pjesë për vete mori Zoti Jakobin, Gjetur e kish në një vend të shkret. në vend merrimi, ujërimi bishash, E rrethoi e përkujdesi, e ruajti si bebe në syrit, si shqiponja që bën gjira. kur do zoq t'i mësoj të fluturojnë, Mbi ta i hape i palon krahët. ashtu e mori Izraelin. E mbarti mbi flatrat e veta. Zoti vetëm e udhëhoqi, Tjetër Zot nuk qe me të. lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dua të shpall emrin e Zotit, lavdërojeni hyjin ton. Antifona e tretë. O Zot hyjin, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Psalmi 8. Madhëria e Zotit dhe digniteti i njeriut. O Zot hyj ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Me madhëri e te kalon edhe qiellin. prej gojës së ferishteve e të foshnjeve, lavdin e bëre gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiq të kryengritës. Kur e sodis qiellin vepër në gishtave të tu, hënën e yje që ti vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesësh për të? E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. Gjithë shka vure në këmbët e ti, dele të kafshët të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës, shpendet e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, hyj ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Zot, hyj ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15, rreshtat 1, 2, a dhe 3 deri në 4. Tani o vëllezër, po ju përkujtoj Ungjillin, që ju pata predikuar, që e pranuat e në të cilën qëndroni.
Me anë të tij jeni në udhën e shëlbimit, dhe një mend, më së pari ju shpalla ato të vërteta, që edhe unë veti mora, si Krishti vdiq për mëkatet tona, sikur se e pralajmëroi shkrimi shejt, që varrosur e të tretën ditë unë gjallë së vdekuri, si u tha në shkrimin shenjt. Përgjigje e shkurtër. E kremtuan lavdinë e Zotit dhe pushtetin e tij. E kremtuan lavdinë e Zotit dhe pushtetin e tij. Mrekulli që ai bëri Dhe pushtetin e tij. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. E kremtuan lavdinë e Zotit dhe pushtetin e tij. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Barnaba e përcolli palin në kishën e Antiokis dhe së bashku u kumtuan vëllezërve fjalën e Zotit. Aleluja. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshta 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyj Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. sikur se premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë. se do të na shpëtoi prej armiqeve tanë, Dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, Se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. të çliruar nga duart e armikut, Në shenjtëri e drejtësi para ti, për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejtë Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët. për ta vënë në dieni popullin e tij, Se hyj do t'a shërboj duke ja falur mëkatet e tia, në saje të zemrës së dashur të hyjeton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Barnaba e përcolli palin në kishën e Antiokis dhe së bashku u këmtuan vëllezërve fjalën e Zotit. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ne kemi trashëgimin qiellor prej apostujve. Ti falenderojmë Atit ton për të gjitha dhuratat e Tija dhe ti brorasim.
Ty, o Zot, të lavdëron kori i apostujve. Të falimderit, o Zot, për tryezën e korpit dhe të gjakut, të cilën na e dhan apostujt. Ajo na forcon dhe na jep jetë. Ty, o Zot, të lavdëron kori i apostujve. Për tryezën e fjalës sate që apostujt na përgatitën, e në të cilën ti na jep dritën dhe gëzimin. Ty, o Zot, të lavdëron kori i apostujve. Për kishën tënde të shenjtë të ndërtuar mbi apostuj, në të cilën të gjithë ne bëhemi një trup i vetëm. Ty, o Zot, të lavdëron kori i apostujve. Për pagëzimin tonë, të cilin u besove apostujve, dhe i cilin ne na pastron prej të gjitha mëkateve. Ty, o Zot, të lavdëron kori i apostujve. Aty në që në qiellu shejtroft e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyti e zgjallë Barnabe, njeri me fe të gjallë me plot shpirt shenjtë, për misionin ndër paganet bëj që ungjilli i Krishtit, të cilin ai e predikoi me guxim, të shpallet gjithnjë me fjalë, me vepra, me besnikëri të vërtet, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Maris, lutem së bashku me ju lutjen e mëngjesit, ku sot Kisha Katolike përkujton edhe Shën Barnabën apostull. Vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Maris së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.